Është gjetur e pajet 14-vjeçarja Vanja Gjorçevska, e zhdukur përpara një jave në Shkup. Ngjarja që ka tronditur opinionin publik në Maqedoninë e Veriut ka marrë kështu kthesën që shumë i druheshin. Dyshimet e policisë rëndojnë mbi 5 persona, 3 nga të cilët janë vënë tashmë në pranga dhe janë dërguar në gjykatën penale. Prokuroria e Shkupit njoftoi se në pyetje po merret edhe babai i vajzës së vrarë, por nuk dha detaje të mëtejshme mbi përfshirjen e mundshme të tij në ngjarjen e rëndë. Njoftohet po kështu për gjetjen edhe të një trupi tjetër të pajet në Velesht, i cili besohet të jetë ekzekutuar në të njëjtën ditë me 14-vjeçaren, e kjo e thellon edhe më shumë misterin. Policia dhe prokuroria pohojnë se mes dy rasteve ka ngjashmëri dhe nuk përjashtohet mundësia që autorët të jenë të njëjtë. Personi tjetër i vrarë është një 74 vjeçar. Sipas organeve policore dhe prokurorisë, deri tani motivi për kryerjen e vrasjeve besohet të jetë përfitimi material. Forcat maqedonase të rendit kanë gjetur dhe një automjet të djegur tip Citroen dhe thonë se pavarësisht djegjes së makinës pas ekspertizës, është arritur të gjenden prova materiale për përfshirjen e personave të ndaluar.